gjë. Thjesht këto gjëra që i kam thënë media qysh mbrëma e vetëm i citoj, po nuk dha ndonjë gjë, pra nuk tha se për sa orë mbojt peng, pra në çfarë gjendje është gruaja e nusja tashmë e familjes e cila është në gjendje shoku, për shkak se për më tepër se një orë është mbajtur peng me fëmijët dhe me burrit. Kështu që në këtë kuptim. Pse i mbante peng këta? Çfarë kishte me nuk dihet, ka qenë sigurisht në një gjendje tronë emocionale. Tashmë Ardita është e vdekur dhe ne nuk mund të marrim informacion, mirë po sigurisht ka qenë nën afekt Ardita, sepse ka qelluar njeriu në saj të dashur dhe në atë moment për të asgjë s'ka pas kuptim tashmë jeta, përderisa ka qelluar edhe vetën. Ndërkohë që kjo nuk është ngjarja e vetme këto kohë në Kosovë. Ka pasur jo, në Kosovë kem brenda 48 orë faktikisht, pra në Kosovë janë 4 vrasje, derisa brenda 5 ditë i kem 5 vrasje, pra një vrasje në Gjakov, në lokal ku shokun e ka vrarë, derisa në Klinj gjithashtu me 21 mars, pra kem ditën e Bajramit vllai ka vrarë vllain, pra dhe këtu janë 5 vrasje, pra brenda 5 ditë në Kosovë, dhe është në gjykim me atë soni për cilë këtë kronik, pra qysh nga korriku i vitit kaluar është java më tragjike në Kosovë. Edhe diçka të fundit kam, duke përfituar nga kjo bisedë, ju keni bërë një postim pak ditë më parë për dyshimet për rastin e Banjskës, për një gazetar që ka marrë, si thoni ju, një çantë. Jo, një më shumë. Një edhe më shumë, një çantë me para pra nga Bia Serbe. Dalin tek ne kemi diskutuar edhe më parë që media, një pjesë, pra ndoshta gazetarë në Prishtinë janë vazhdojnë të paguajnë duke qenë dora e Serbisë. Pra segmentet caktuara, jo i gjithë media për ta segmentet caktuara. Që i shërbejnë. Pra pas rastit në Banjsk janë gjetur disa para dhe sipas informacioneve që kanë arritur edhe të zbulojnë edhe organet e rendit, atë flitet që ato para kanë qenë të destinuara për një ose më shumë gazetar dhe këto para do t'i jepshin përmes një agjendi të UDBA-s, mirë po edhe ai shqiptar, që për t'ia dhënë ato, me çfarë arsyetimi, për çfarë, sigurisht nuk jepin informacionet, mirë po dihet që për të bërë propagandë për rastin Banjsk, duke e kamufluar atë si një rast ku institucionet e Kosovës kanë ushtruar terror ndaj qytetarëve dhe jo kanë ndjekur grupet kriminale atje. Kështu që fatkeqësisht prokuroria dhe institucionet e Kosovës nuk ose kanë hetu këtë informacion, po kjo është tronditse që kesh gazetar që dalin çdo në televizion dhe paguan me para nga UDBA e Serbisë, nga Bia e Serbisë dhe nga regjimi Vučićit. Ju keni qenë koshient dhe dijeni të kësaj, duke qenë se ne edhe pak muaj më parë ndodhi rasti Fatmir Sheholli që e kemi diskutuar të bashku. Kështu që kanë dalë hapur media pa frikë dhe pa nguroj. Serbia pra ka 3 fronte nga ku paguan para, paguan përmes radikalizmit islam, pra duke u mundu me i paraqit shqiptarët se gjëja janë terrorista dhe duke thënë botës se ja çfarë shteti islam keni krijuar, që është një bombë me sahat, pra një shtet ku mund të eksplodoj në çdo moment radikalizmi dhe mund të ketë një lloj ISIS-i në Ballkan. Në së dyti, Serbia përmes disa gazetarëve që e cekuar dhe treta përmes disa vajzave që janë të dashura të disa pronarëve të media në Kosovë, po dhe të disa politikanëve të cilët Serbia i ka infiltruar dhe për të marrë informacione përmes kësaj mënyre, sepse Serbia e dim Mini Epstein. Po sigurisht është një lloj mini Epstein që pas një kohë pritet të dalë në pa, shpresoj të dalë në pa, sepse aty do të ketë një mini Epstein si që dhatë jo me drejt. Kështu që këto janë pra 3 fushat nga ku Serbia në vazhdimsi ka dhënë parat shumëta, pra. Dhe janë disa vajza cilat janë në Kosovë nëse futeni
në internet e shkun Eskort Kosova. Eskort Kosova ishte shumë vajza aty të cilët thuhet që nga Moldavia, nga vende ndryshme, po një pjesë e madhe janë të infiltruar për të shkuar dhe me politikanë të ndryshëm. Janë disa dhe skurta cilat fare nuk i mund t'i gjesh në internet, mirë po gjendën përmes lidhjeve ndryshme, edhe cilat pastaj shkojnë me politikanë ndryshëm të Kosovës, nga ku marrin informacione sekrete dhe i plasojnë pastaj te Serbia. Duke uruar që mos ketë më ngjarje të tilla të rënda, Faton, unë të falenderoj shumë për bisedën aq më tepër dhe për kushtet e rrethanat që ju më gjendur në këtë bisedë për të informuar shikuesit tanë për ngjarje të rënda atje. Të falenderoj shumë. Falenderoj edhe unë juve për interesimin, po do doja edhe unë t'i bashkangjitem urimit tuaj që të mos ketë më vrasje, po është situatë shumë e vështirë që të mos ketë, për shkak se çdo i gjashti qytetar i Kosovës posedon s'poku një armë ilegale. Këtë kuptim edhe duke qenë një popull me një arsimim dop, me një edukim të dop, atëherë ne gjën e parë që e përdoremi për ta zgjidhur një problem është arma dhe jo në rrugë tjera, edhe prandaj krimi vetëm sa po vjen. Dhe është një fatkeqësi shumë e madhe që në Kosovë nuk ka qenë një fenomen më herët që krimi është rrirë në familje, pra përderisa kem pas krime të llojet të bizneseve tashmë për çështje pronësore, për çështje fare shpesh banale vritën njerëz. Faleminderit shumë. Faleminderit.